Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do harxoni më lek, llumi i kafes ju shpëton jetën, jasti ta përdorni. Nëse e keni bërë deri tani disa kuriozitete për llumin e kafes, pasi ti mësoni, nuk do t'i harroni. Kafeja si anticelulit. Në një enë, ju duhet të përzjeni gjysmë filxhani llumin e kafes me 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj arr kokosi. Me masën e krijuar masazhoni trupin tuaj përpara se të bëni dush. Lëreni maskën në trupin tuaj për 10 minuta. Kjo maskë ju bën një pastrim të lëkurës dhe gjithashtu redukton celulitin në zonat e aplikuara. Një lugë llumë kafeje aplikojeni në fytyrën tuaj si maskë. Lëreni për pak minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Menjëherë do ta ndjeni ndryshimin në lëkurën tuaj. Për të apasionuarit pas kopshtarisë, llumin e kafes mund ta përdorni dhe si ple për bimën tuaj dhe njëkohësisht mban larg insektet. Llumin e kafes hidheni në një tas plastik dhe vendoseni në ngrirje. Kjo lloj mënyre e përdorimit të kafes largon aromat e pakëndshme. Llumi i kafes përzjeni me maskën e flokëve tuaj. Aplikojeni mbi flokët e njomë dhe më pas shpëlajeni me ujë të bollshëm. Flokët tuaja do të jenë më të shndritshëm se më parë. Me shumë mundësi njësoj siç bëni çdo ditë, pasi pini kafe mbeti tek kësaj të fundit i hidhni në koshin e mbeturinave. Ndonse shumë prej jush mund ta dinë që mbetjet e kafes ekspres mund të hidhen tek dheu i luleve, ajo që nuk dini është se edhe lëkura apo trupi juaj mund të përfitojnë nga llumi i kafes nëse e përfshini në rutinën tuaj të bukurisë. Këtu ju do të mësoni disa prej përdorimeve të mbetjeve të kafes për bukurinë. Ndriçoni lëkurën. Kafja është provuar se është një ilaç për lëkurën e dëmtuar. Maska që do t'ju duhet: mbetje kafeje, pak ujë dhe krip. Aplikojeni këtë pastë që përftuat në lëkurën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurës së vdekur, pastrimin e poreve dhe gjithashtu zbutjen e vijave të rrudhave. Trajton celulitin. Kafeina në kafe ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe eliminon ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur maskën, përzjeni gjysmë filxhani mbetje kafeje, 1 lugë gjelle verë dhe disa pika ekstrakt të xhenxhefili dhe ekstraktin e algave të detit që është opsional. Ajo që duhet të dini është se thjesht duhet të fërkoni lëkurën tuaj me këtë maskë. Përmirëson tonalitetin e ngjyrës së flokëve. Thjesht përzjeni kafe dhe ujë për të formuar një pastë. Aplikojeni atë drejt për së drejti në flokët tuaj të sapolar me shampo dhe flokët e lyer me ngjyrë të errët do të shkëlqejnë sikur më parë. Trajton qeskat nën sy. Sipas ekspertëve, vendoseni nën sy me ndihmën e një nape të pastër. Mbetjet e kafes mbajini për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkurës tuaj do t'i rikthehet gjallëria. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se shërben edhe për hidratimin e lëkurës tuaj. Shumë njerëz e kanë lëkurën e thatë sado krem hidratues të përdorin. Për të patur lëkurë të butë si të një bebi, lyeni trupin me këtë maskë. Ju duhet 1 filxhan vaj kokosi, 1 filxhan kafe llumë kafeje dhe 1 lugë ekstrakt vanilje. Mirë po, kafja është pija më e konsumuar në botë, sipas statistikave më të fundit. Njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi ju të mësoni se çfarë mund të bëni me të, mund ta mendoni edhe një herë. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi dhe në kopësht, madje mund t'ju ndihmojë dhe për shëndetin e lëkurës tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë disa nga përdorimet më kreative për llumin e kafes. Vleroni kopshtin tuaj. Ata të cilët kanë kopsht, por edhe ata që në balkonin e tyre kanë vazo me lule, e dinë që plehu jo gjithmonë është i pastër me vlerat e nevojshme.
Për më tepër bimët që ju keni mbjell, i thithin të gjitha këto vlera duke e lënë pleun të zbrazët. Llumi i kafes përmban disa nga mineralet më kryesore që nevojiten për rritjen e bimëve, siç janë nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori dhe gjithashtu magnezi. Gjithashtu llumi i kafes thith edhe metale të dëmshme të cilat mund të kontaminojnë plehun. Për më tepër, llumi i kafes thith edhe metale të dëmshme të cilat gjithashtu tërheqin krimbat e tokës, por që janë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk e dini se si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm ta spërkatni plehun me llumin e kafes. Largoni insektet. Disa përbërës të cilët gjenden në kafe si kafeina janë shumë toksik për insektet. Për këtë arsye ju mundet që të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme si mushkonjat apo mizat. Ne ju këshillojmë që të spërkatni oborrin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani kërminjt larg bimëve tuaja, ne ju sugjerojmë që të spërkatni rreth kërcellit të tyre. Kjo nuk do t'i lejojë ato që të ngjiten nëpër deg. Neutralizoni aromat. Sipas ekspertëve, llumi i kafes arrin që të neutralizojë aromat e ndryshme duke ju mundësuar që të mos ju mpihen shqisat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit i cili eliminon aromat e forta. Ju mundet të vendosni një gotë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar atë nga ushqimet e aromave të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë dhe ta vendosni në këpucë, çantën e palestrës, dollapin ku keni rroba ose në makinë. Madje mund të lani edhe duart me të pasi keni qoruar hudhra, qepë dhe peshk për të larguar aromën. Një përbërje natyrale për pastërtinë. Llumi i kafes duke qenë i ashpër gjithashtu ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme. Përveç se ato pastrojnë dhe dezinfektojnë, në saj të vlerave antibakteriale që kanë, ne ju sugjerojmë se mundet ta përdorni llumin e kafes për të pastruar gjithashtu lavamanin, sobën dhe enët e gatimit. Por siguroni që t'i shpëlani me ujë të bollshëm pasi e keni përdorur. Trajtoni rrathët poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen edhe shenjat e para të plagjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrathëve të zinj dhe të fryrë poshtë syve, përfshirë edhe qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është e pasur me antioksidant dhe kafeinë. Ajo gjithashtu mundëson edhe luftimin e radikaleve të lira dhe uljen e inflamacionit dhe të ëndjes. Përmes antioksidantëve lufton radikalet e lira dhe gjithashtu parandalon krijimin e rrudhave. Mjafton vetëm që ju të shtoni pak ujë dhe pak vaj ulliri në llumin e kafes duke formuar një pastë. Aplikojeni në zonat poshtë syve dhe lëreni për rreth 10 minuta para se ta shpëlani. Mund ta përsërisni këtë proces çdo ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.